Të nderuar shikues, ju përshëndes, do t'jemi së bashku në minutat e ditarit informativ, ku ndër të tjera do të ndiqni. Me nisjen e sezonit turistik në Gjirokastër, problematika e parkimeve në zonën muzeale rikthehet sërish në vëmendje. Përfaqësues të sektorit të hotellerisë dhe qytetar e lidhin problemin kryesisht me sjelljen e drejtuesve të mjeteve dhe zënien e parregullt të hapësirave ekzistuese. Ndërkohë, Bashkia po punon me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe qeverinë për mundësinë e shtimit të parkimeve të reja në zonën muzeale. Bashkia Gjirokastër vion punimet për rehabilitimin e rrjetit të kanaleve vaditëse me një gjatësi totale prej 43.7 kilometrash në disa njësi administrative të saj. Ndërhyrjet synojnë përmirësimin e furnizimit me ujë për vaditje dhe përfitojnë rreth 569 hektar tokë bujqësore vaditje, duke rritur sipërfaqen e ujit në zonë. Në parkun antik të Antigones, natyra po merr sërish jetë. Fole të reja janë vendosur në zonat të zgjedhura të parkut dhe tashmë shpendët e park kanë nisur të kthehen duke i përdorur ato si streh. Përgjegjësi i parkut Thoma Basho thotë se ky është vetëm fillimi i një procesi që synon të rikrijojë habitatin e dikurshëm dhe t'i ofrojë vizitorëve qetësinë dhe gjallërinë e shpendëve që rikthehen sërish në shtëpinë e tyre. Një nga sportet që po përhapet së fundi në qytetin e Gurtë është ai i badmintonit. Është Valter Lani, djali i Gjirokastrit, që po punon me fëmijë e të rinj për zhvillimin e kësaj loje që nuk njihet shumë në Shqipëri. Ju njohim tani më gjerësisht me nisjen e sezonit të ri turistik në Gjirokastër, problematika e parkimeve në zonën muzeale rikthehet sërish në vëmendje. Përfaqësues të sektorit të hotellerisë dhe qytetar e lidhin problemin kryesisht me sjelljen e drejtuesve të mjeteve dhe zënien e parregullt të hapësirave ekzistuese. Ndërkohë, Bashkia po punon me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe qeverinë për mundësinë e shtimit të parkimeve të reja në zonën muzeale. Rritja e numrit të turistëve në Gjirokastër sjell çdo vit të njëjtën problematik, parkimet. Ndërsa hapësirat janë të pranishme, parkimi jashtë rregullave dhe zënia e vendeve pa të drejtë nga mjete apo kryesisht biznese tregon se problem mbetet menaxhimi dhe respektimi i tyre në terren. Problematikat e vjetra që janë mos funksionimi i Google Mapit, sinjalistika, bllokimi i rrugëve të pazarit. Problematikat janë ato që ne kemi thënë për vite, por prapë do kërkojmë bashkëpunimin me institucionet që ato të zgjidhen sepse është në të mirë të gjithëve, jo vetëm të privatit për turistin. Ndërkohë, qytetarët nga ana tjetër theksojnë se problem mbetet vetë mënyra e parkimit, sipas tyre mungon respektimi i rregullave në terren. Parkingu që është krijuar të sheqer Qizit ka 300 vende dhe domethënë me statistika, me investigime, të paktën 150 vende në natë, 170 vende janë bosh, sepse nuk orientohen njerëzit, domethënë dhe të gjithë përdorin hapësirat publike për të parkuar makinat. Duhet një apel domethënë për banorët, sepse domethënë në fund të ditës qyteti është të gjithëve dhe uzurpimi i hapësirave publike me kona, parkim privat atje këto nuk ekzistojnë. Në mbledhjen e fundit të Këshillit Bashkiak, kryetari i Bashkisë Gjirokastër, Flamur Golemi, u shpreh se në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe qeverinë shqiptare, po shihet mundësia e një projekti për shtimin e parkimeve në zonën muzeale. Ne e kemi prioritet edhe në bashkëpunim me Fondin Shqiptar të Zhvillimit dhe në bashkëpunim me qeverinë për të parë zonat ku mund të bëhen parkingje si në tet mesatorit, por edhe në zonën e pas po themi parkingut që u bë tek sheshi Qerqizit, patjetër pastaj do vazhdojmë edhe me zonat tjera, edhe në këtë zonë që po flasim, edhe tek Dunavati 2, pra në pjesën e i shkollës, ne do shkojmë mundësinë për të patur sadopak edhe hapësira për parkingje. Në pritje të zgjidhjeve të reja të parashikuara për parkimet në zonën muzeale, ky problem vijon të mbetet një sfidë lidhur kryesisht me menaxhimin dhe respektimin e rregullave nga drejtuesit e mjeteve dhe jo vetëm. Bashkia Gjirokastër po vijon punimet për rehabilitimin e rrjetit të kanaleve vaditëse me një gjatësi totale prej 43.7 kilometrash në disa njësi administrative të saj. Ndërhyrjet synojnë përmirësimin e furnizimit me ujë për vaditje, ku do të përfitojnë rreth 569 hektar tokë bujqësore duke rritur sipërfaqen e ujit në zonë.
Bashkia Gjirokastër po vijon ndërhyrjet për përmirësimin e kanaleve vaditëse që ka në jurisdiksionin e saj. Do të kryhet rehabilitimi 43.7 kilometrave kanale në vijë lineare, investim që sipas të dhënave do të mundësoj vaditjen e rreth 569 hektarëve tokë bujqësore. Për disa ditësh ka nisur puna në çdo njësi administrative për rregullimin dhe sistemimin e çdo kanali vaditës. Në shirat intensive të ditëve më përpara kemi pasur një problematik të theksuar në disa zona të njësive administrative. Shumë kanale vaditëse janë të bllokuara, në njësinë administrative CEPO kemi një problematik të fshati Kodër. Po merren masa edhe aty ka punëtorët. Gjithashtu dhe në njësinë administrative Lunxhëri po punohet në një segmentin Mingull Valare. Po bëhet rregullimi i gjithë kanaleve vaditëse. Aktualisht puna është përqendruar në njësitë administrative Odrie, CEPO dhe Lunxhëri. Në Odrie po ndërhyet për rehabilitimin e një kanali vaditës me gjatësi rreth 1.2 kilometra, i cili shërben për vaditjen e 180 hektarëve tokë bujqësore dhe ishte i dëmtuar si pasojë e rreshjeve të dimrit. Dhe këtu po merren masa për rregullimin e një segmenti të kanalit prej 1.2 kilometra, i cili ishte dëmtuar dhe po merren masa për rregullimin dhe për sistemimin e kanalit. Shpresoj që me ndërhyrjet e kryera në kohë para sezonit të vaditjes do kemi një sezon vaditjes sa më të mbarë. Ndërhyrje të tilla synojnë përmirësimin e infrastrukturës vaditëse dhe mbështetjen e fermerëve veçanërisht në prag të sezonit të ri bujqësor. Fluksi i rikthimit e emigrantëve shqiptar drejt vendeve të punës në shtetin Helen ka vijuar edhe sot pas festimit të Pashkëve, ndërsa situata në kufi mbetet e qetë pa radhë. Gjatë 24 orëve të fundit, shërbimet e policisë kufitare kanë përpunuar 7.286 shtetas në hyrje dalje. Sipas të dhënave zyrtare, 2.924 kanë hyrë në territorin shqiptar, ndërsa 4.362 janë larguar. Kryesisht emigrantë që rikthehen drejt vendeve të punës në Greqi dhe më gjerë. Po ashtu, janë përpunuar 2.519 mjete, nga të cilat 956 në hyrje dhe 1.563 në dalje. Për të përballuar qarkullimin e shtuar, autoritetet kufitare po operojnë me kapacitete të rritura, duke funksionuar 6 sportele në palën shqiptare dhe 4 sportele në palën greke, çka ka bërë të mundur shmangjen e pritjeve dhe lëvizjen normale të qytetarëve. Ndërkohë, lëvizje më të reduktuara janë regjistruar në pikën doganore 3 urat për met, ku në 24 orët e fundit janë përpunuar 329 shtetas, përkatësisht 98 në hyrje dhe 231 në dalje, si dhe 182 mjete me 63 në hyrje dhe 119 në dalje. Sipas burimeve zyrtare, nisja e kthimit e emigrantëve pritet të vazhdojë për gjatë ditëve në vijim, ndërsa autoritetet kufitare theksojnë se do të mbajnë në kadishmëri sportelet shtesë për të garantuar qarkullim më të rregullt dhe të shpejtë. Policia e Gjirokastrës ka referuar disa raste të dhunës dhe shkeljeve penale në prokurori pas ngjarjeve të ndodhura gjatë 2 ditëve të fundit në Gjirokastër dhe Këlqyr. Specialistët për hetimin e krimeve në Komisariatin e Policisë Gjirokastër kanë proceduar penalisht KK 32 vjeç pasi dyshohet se ka ushtruar dhunë ndaj kushurirës së tij dhe nënës së saj. Po ashtu është referuar në prokurori edhe shtetasi GI 42 vjeç, i cili akuzohet se ka goditur me grushte një 52 vjeçar pas një konflikti për motive të dobta. Ndërkohë, policia e Këlqyrës ka nisur procedimin penal për MC 19 vjeç, SB 21 vjeç dhe Tretomitur 17 vjeçar, të gjithë banues në Këlqyr, pasi dyshohet se janë konfliktuar fizikisht me 2 të rinj. KJ 20 vjeç dhe MM 24 vjeç. Gjatë sherrit, shtetasi MC dyshohet se ka thyer dhe xhamin e automjetit të MM. Në një rast tjetër, specialistët e policisë rrugore kanë referuar materialet për DS 44 vjeç, i cili dyshohet se drejtonte automjetin në efektin e alkoolit duke u përplasur me një mjet tjetër në lagjen 18 shtatori, për pasojë janë shkaktuar vetëm dëme materiale. Materialet procedurale janë kaluar prokurorisë pranë gjykatës së shkallës së parë të jurisdiksionit të përgjithshëm Gjirokastër për vijimin e hetimeve të mëtejshme. 7 minuta. 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 7
Në parkun antik të Antigones, natyra po merr sërish jetë. Folet të reja janë vendosur në zonat të zgjedhura të parkut dhe tashmë shpendët e park kanë nisur të kthehen, duke i përdorur ato si streh. Përgjegjësi i parkut, Thoma Basho, thotë se ky është vetëm fillimi një procesi që synon të krijojë habitatin e dikurshëm dhe t'i ofrojë vizitorëve qetësinë dhe gjallërinë e shpendëve që rikthehen sërish në shtëpinë e tyre. Jo vetëm arkeologjia, historia dhe trashëgimia e pasur e parkut antik të Antigones tërheqin vizitorët, por tashmë ata do të kenë mundësinë të shijojnë edhe praninë e llojeve të ndryshme të shpendëve. Dikur mbi këto struktura antike ishin të pranishëm edhe shpendë të rrallë, si kali qyqes edhe vajkoj, të cilët me kalimin e viteve u larguan. Së fundmi, një iniciativë e drejtorisë së trashëgimisë kulturore synon rikthimin e tyre përmes vendosjes së foleve të posaçme në territorin e parkut. Te këto lista që janë këtu rrotull, kemi vendosur disa fole zojsh të përmasave të ndryshme, të cilat shpresoj dhe uroj që të vinë, të shtohen, dhe që t'i tregojmë edhe qytetit, edhe vendit, po edhe pse jo, kur të vinë vizitorët, t'i bëjnë një foto që parku jon e do faunën, e do dhe florën. Më i shpesh që shohim dhe ne është fajkoj, është kali i qyqes, harabelat, janë edhe zojtë e zakonshëm që kemi në qytet. Por jam i sigurt që këto fole që kemi ndërtuar do jetë një shpjere për zojtë e ardhshëm. Sipas përgjegjësit të parkut, Thoma Basho, këto ndërhyrje kanë nisur të japin rezultatet e para, pasi disa shpend tashmë janë dalur dhe kanë filluar të përdorin folet e reja. Që ditën e parë që na është dhënë mundësia që të dalim në terren, pasi koha ishte e paqëndrueshme, kemi vendosur këto fole, edhe her pas here kemi vënë që zojt po ofrojnë, pasi kemi vendosur dhe këto ushqimet, dhe po analizojnë se është e përshtatshme për të ngritur folen dhe krijuar familje apo jo, dhe po që shoh që ka një interes të zojve. Dhe jam i sigurt që vizitorët që do vinë, si vendas dhe të huaj, do ta përqafojnë këtë nisëm të parkut tonë, po sigurisht pa i larguar në asnjë moment të themi originalitetit të parkut arkeologjik. Projekti pritet të vijojë edhe në të ardhmen, me qëllim rritjen e numrit të foleve dhe krijimin e një mjedisi më të përshtatshëm për shpendët, duke kthyer parkun në një habitat të qëndrueshëm natyror. Parku Kombëtar i Butrintit vijon të kryesoj listën e destinacioneve më të vizituara kulturore në vend, duke regjistruar një rritje të ndjeshme të fluksit gjatë muajit mars. Sipas të dhënave të Parkut Kombëtar të Butrintit, marsi shënoi 49% më shumë vizitor krahasuar me të njëjtën periudhë të vitit të kaluar, ndërsa të ardhurat nga biletat u rritën me 42% kundrejt marsit të 2025-s. Ky trend pozitiv konfirmon interesin e vazhdueshëm të turistëve vendas dhe të huaj për sitin e trashëgimisë kulturore. Më 1 prill u çel zyrtarisht sezoni turistik, duke e futur parkun në një ritëm të ri vizitash dhe shëtitjesh mes natyrës dhe historisë. Gjatë periudhës 1 prill deri në 31 tetor, parku hapet në orën 8:30 dhe hyrja e fundit lejohet në 18:00, ndërsa mbyllja kryhet në orën 20:00. Autoritetet e parkut vlerësojnë se rritja e vazhdueshme e vizitorëve e konsolidon Butrintin si një nga pikat më të rëndësishme të turizmit kulturor në Shqipëri. Sistemet e informacionit dhe menaxhimit ishin në fokus të një leksioni të hapur të zhvilluar në kuadër të programit të RID në Universitetin e Qerem Çabej. Profesor Dr. Genta Balliu, pedagoge në Universitetin e Fibrogut në Zvicër, ju ofroi studentëve njohuri praktike, ndërsa i përditësoi me menaxhimin dhe drejtimin e sistemeve të informacionit, të cilat tashmë do të përfshihen edhe në kurrikulat e programeve master të fakultetit ekonomik. Pothuajse çdo projekt që zhvillohet nga Universiteti Gjirokastrës ka si synim edhe integrimin e moduleve të reja në kurrikulat e programeve që ofron ky universitet. Përfituese do të jenë edhe degët e masterit në Fakultetin Ekonomik, ku do të fillojë zbatimi vitin e ardhshëm i një moduli që ka të bëjë me menaxhimin e sistemit të informacioneve. Fokus është përmirësimi i eficiencës në mësimdhënie dhe në administrat. Sigurisht që
informacionet zhvillohen dhe detyrë e të gjithëve ne që jemi lektor apo që jemi mësimdhënës në nivelin universitar është që këto kurikulat të përmirësohen dhe të ndjekin ritmin e zhvillimit të gjithë ekonomisë, informacionit, sistemeve që menaxhojnë këtë informacionet e tjerë. Pra, fokusi i workshopit të sotëm është përmirësimi i kurikulave në masterat që zhvillohen në programet e studimit të fakultetit ekonomik. Profesor Dr. Greta Balliu e angazhuar në Universitetin e Friburgut Zvicër, solli për studentët ekspertizën e saj dhe të gjitha informacionet e përmirësuara që praktikohen në modulet e universitetit ku ajo jep mësim gjatë një workshopi. Në një kontekst si Shqipëria, kur korrupsioni është goxha i lartë, ideja është se si institucionet të krijojnë besim me njëra tjetrën, se si bizneset dhe klientit të krijojnë besim në njëri tjetrin. Kjo është thelbi i një mirë informacioni. Dhe ideja e projektit tonë është që të fusim sot në këtë pjesë të dytë, jam duke dhënë një mësim me nxënësit e masterit, dhe ideja është të fusim në kurrikulën për vitin tjetër një sër mësimesh që lidhen me transparencën, që lidhen me përgjegjësinë sociale, që lidhen me rëndësinë të bashkëpunojmë bashkë dhe të jemi sa më transparent me aktorët e ndryshëm. Ky aktivitet u zhvillua në kuadër të projektit Përmirësimi i sistemit të menaxhimit të informacionit, pjesë e programit të rit. Sezoni i ri bujqësor ka nisur me intensitet në Bashkinë e Konispolit, ku fermerët janë angazhuar në krahasitjen dhe plehërimin e agrumeve, me synim rritjen e cilësisë dhe rendimentit të prodhimit. Specialistët e bujqësisë theksojnë rëndësinë e këtyre proceseve në këtë periudhë të vitit, ndërsa kërkojnë më tepër mbështetje dhe këshillim profesional për të përmirësuar taktikat e punës në terren. Për fermerët e Bashkisë së Konispolit, pranvera është një nga periudhat më intensive të vitit. Me përmirësimin e kushteve të motit, ata i rikthehen punëve në toka, duke u angazhuar maksimalisht për përgatitjen e një sezoni sa më të suksesshëm. Kjo stin shënon fillimin e një cikli të ri pune, ku çdo ditë ka rëndësi për prodhimin e ardhshëm. Kjo sin është një periudhë intensive për fermerët e Konispolit, përkon me krahasitjen e pemëve, të cilat duhet të bëhen gati për prodhimin e ardhshëm. Kemi vazhduar me plehrimin me plehun bazë në agrume. Të gjithë fermerët merren me të njëjtat punë, sepse është një punë që nuk duhet neglizhuar. Plehrimi është shumë i domosdoshëm, si edhe krahasitja e pemëve. Ndër proceset kryesore të kësaj periudhe janë krahasitja e pemëve dhe plehrimi, të cilat ndikojnë drejt për drejt në cilësinë dhe rendimentin e prodhimit. Fermerët kujdesen me përpikmëri për çdo detaj, duke ndjekur praktikat më të mira për mirëmbajtjen e kulturave bujqësore. Këto ndërhyrje janë thelbësore për të siguruar një zhvillim të shëndetshëm të pemëve frutore gjatë gjithë sezonit. Paralelisht me punët në terren, fermerët kërkojnë edhe mbështetjen e specialistëve të bujqësisë për këshillim dhe orientim. Ne si specialist jemi gjithmonë në krah të fermerëve, për çdo gjë që ka nevojë jemi për konsult dhe për çdo lloj nevoje që kanë jemi në dispozicion të tyre. Gjendemi gjithmonë pranë, si nëse ka nevojë për pjesën e agrumeve, për pjesën e ullinjve. Konsultimi me ekspertët i ndihmon ata të përballen më mirë me sfidat dhe të përmirësojnë teknikat e tyre të punës. Ky bashkëpunim po shihet si një hap i rëndësishëm drejt rritjes së prodhimit dhe zhvillimit të qëndrueshëm të bujqësisë në zonë. Kultura dhe tradita shqiptare po prezantohet denjësisht në arenën ndërkombëtare nga ansambli folklorit të Përmetit, i cili po merr pjesë në festivalin botëror të folklorit në Itali, Francë dhe Monte Carlo. Artistët përmetar kanë performuar në Sanremo në paradën hapëse të festivalit, duke sjellë për publikun ndërkombëtar ngjyra, ritme dhe elegancën e folklorit shqiptar, të veshur me kostume tradicionale me vlera të ralla etnografike. Ata kanë përcjell përmes këngës dhe valles një identitet të pasur kulturor që karakterizon trevën e Përmetit. Ky festival do të vijojë edhe në Monaco dhe përbën një platformë të rëndësishme në promovimin e trashëgimisë shpirtërore shqiptare. Ansambli pritet të prezantojë një repertor të larmishëm ku ndërthuren motive tradicionale, këngë polifonike dhe valle karakteristike, duke sjellë në skenë autenticitetin dhe finesën e kulturës përmetare. Përmes kësaj pjesëmarrjeje, artistët
jo vetëm që do të promovojnë vlerat kulturore shqiptare, por do të krijojnë ura komunikimi me kultura të tjera, duke dëshmuar se folklori mbetet një gjuhë universale që bashkon popujt. Një nga sportet që po përhapet së fundmi në qytetin e Gurt është ai i badmintonit. Është Valter Lani, djali i Gjirokastrit, që po punon me fëmijë të rinj për zhvillimin e kësaj loje, e cila nuk njihet shumë në Shqipëri. Është një nga sportet shumë pak të dëgjuar në Shqipëri që së fundi po njihet edhe në Gjirokastër. Badmintoni ka marrë vëmendjen e fëmijëve dhe të rinjve Gjirokastrit, të cilët po e ushtrojnë në drejtimin e trajnerit Valter Lani. Ky sport është i bukur, kam vajtur kohë që jam këtu. Ka lojrat e veta, në fillim unë kam mësuar profesori, është zballitës, lodhe, shkënaqjes, qesh, i bën të tëra. Unë kam pothuajse 3 muaj që jam futur në badminton. Është një lojë shumë argëtuese dhe shumë e zhvilluar për të lozur për fëmijët. Mund të losin të moshuarit çdo kënd. Është shumë sportiv, është shumë i lëvizshëm edhe duhet që të luash shumë. Është sport shumë i mirë, shumë i bukur. Jam ndjer shumë mirë sepse jam bërë pjesë e këtij aktiviteti që është një sport shumë i bukur. Lani e sjell eksperiencën e tij 28 vjeçare nga Anglia, me synimin ta bëjë Gjirokastrën qytetin e dytë ku të zhvillohet kjo lojë pas Korçës. Vajta 28 vjet që e luaj dhe e ushtroj. Tani, unë kam shumë dëshirë qytetit tim i bukur që të ketë një lojë të bukur. Kjo është lojë edhe për të vegjël, edhe për moshat e vogla, të mesme, për të gjithë. Dhe qyteti parë që ka ardhur kjo lojë është në Korçë. Dhe shpresojmë që qyteti i dytë të jetë qyteti tonë. Dhe kjo lojë është hapur vajti avërsisht 3 muaj, on and off, dhe shpresojmë që vitin që vjen në prill të hapet si lojë. Po si që shikoni, fëmijët vinë, luajnë dhe e pëlqejnë shumë. Kemi edhe fëmijë, kemi edhe të rritur, të hënave, të mërkurave dhe të shtunën. Çfarë e bën të veçantë apo më të dashur këtë lojë? Kjo nuk është thjesht lojë, kjo është jep stërvit trupit, syrit angazhohet e komplet trupi, është si lojë magneti që po luaj edhe një herë, do luash 2-3 herë, 10 herë. Loja e badmintonit u shpik në shekullin e 19, ndërkohë sot është e përhapur masivisht në Britaninë e Madhe dhe Europë. Të nderuar shikues, ishte gjithçka e përgatitur për këtë ditar informativ. Ju faleminderit për vëmendjen, shikim të këndshëm të programeve në vazhdim. Bashkë miru takofshim.